Po, mendon se mund ndryshojnë Ilir, duke pa edhe reflektimi që kanë bërë mas zgjedhjeve dhe gjua që po përdorin mas zgjedhjeve dhe duke qenë qartë që nuk po i përfill njëri. Unë e kuptoj që nuk po i përfill njëri. Raporti i Brukselit thot ishte për zgjedhjet të rregullta, pranueshme me defekte të vogla. OSBE-ja po ashtu, Komisioni Zgjedhor po ashtu, dhe me sa pam ne vetë nuk ka pas në gjë dramatike në këto zgjedhje. Pa rregullsi ka dhe në Amerikë dhe në perëndim në zgjedhje, që ju e njihni mirë proceset. Problemi është këta që vazhdojnë me këtë këngulje. Procesi i lirë është, procesi ligjor bëhet kështu. Që t'ja shpjegojmë pak njerëzve. Janë komisionerët e partive edhe në votim, edhe në numërim. Madje unë jam për numërim komplet elektronik. Unë jam fare të heqim njerëzit. Por këta i duan njerëzit që të kenë garanci mbi atë, të kenë sigurinë, dhe kryesisht e do opozita. Në momentin që komisionerët opozitës vullosin dhe firmosin proces, ka ndodhur kjo nëse të kujtohet në 2011 kur Edi Rama humbi Bashkinë e Tiranës për 10 vota. Pse Edi Rama hoqi dorë nga lufta atëherë? Dhe ishte shumë pak, mund të bënte luftë politike përfund. Hoqi dorë sepse komisionerët e Partisë Socialiste, kudo që ishin, vullosën dhe firmosën. Pra ligji zgjedhje të thotë që në momentin që proces verbalet janë vullosur dhe firmosin, votat janë kuti, dhe përfaqësuesit e partisë tënde në komisionet, në qendrat e votimit, në qendrat e numërimit, në komisionet zonale zgjedhore, KZZ, edhe në KQZ, edhe gjykatat e certifikojnë procesin, procesi është tërësisht i lishëm dhe transparent, sepse këtë thot ligji. Dhe këtë ligj se ka bërë Ilir Demalje, se ka bërë as Ilir Kulla, se kanë bërë as partitë e vogla që kanë hyrë tash, apo ato të vogla që s'kanë hyrë tash. E kanë bërë dy partitë e mëdha. Historikisht. Sjell në vëmendje, ju e një mend Al Gore me Bushin. Që kjo që thoni ju, kur procesi njihet nga institucione që shkoi puna deri në gjykatë lartë atëherë, dhe Al Gore tha, I don't agree, but I will obey to decision of Supreme Court. Sepse ka institucione pra që certifikojnë. Tani, nëse këta nuk i lexojnë shifrat dhe dhënat, dhe nuk kuptojnë pse nuk ka shkuar njerëzit e tyre të votojnë. Po pse edhe kur kanë shkuar, më shumë kanë votuar për shembull se rezultati i klapait të pamend. Pavarësisht se ai prodhon vetëm një deputet i shkretit. Se nuk i përshtatet sistemi zgjedhor. Po tregon që është një vot gri e paknaqur që ka shkuja ka dhënë atij. Rezultati i shejit le pamend. Qorri gjithashtu. Po Qorri ka marrë majtas. Po flet për djathtas. Pra kjo është një vot gri e cila ka ikur nga këtu, ka shkuar te këta. Apo në Shkodër që i ka marrë Tomdoshi ato vota. Qarkun e Shkodrës. Se Doshi ka marrë dy deputet. Krau i djathtë. Se Shkodra është një qark i djathtë, historikisht shumë i marrin. Po edhe zgjedhjet treguan që ata janë fitues në Shkodër. Dhe mënyra se si zgjidhen. Se këtë sistem këta kanë bërë proporcionalin rajonal. Dhe bashkë kanë bërë. Dhe unë ta kam thënë në studio ty që shiko, do shohësh që shumë pak do ndryshojnë nga diaspora, sepse janë 12 thas cilët marrin me përqindje. E ka thënë një muaj përpara. Tani çështja është në këtë sistem e kanë dashur këta. Pse e kanë dashur këtë sistem? Sepse po të ishte me sistemin e vjetër, ky rezultat zgjedhor, sot do ishim o 100 me 40 për Partinë Socialiste, ose 110 me 30 për Partinë Socialiste. Se në majoritar këta do kishin dalë vetëm ato votat në veri dhe do humnin gjithë pjesën tjetër. Wow. Po se të tregon harta, tregon zgjedhjet, tregon harta, tregon numra, tregon se them unë. Pra, këta ka nevojë që t'i vënë gishtin kokës fort. PD-ja. E gjithë opozita. Se këtu nuk është vetëm problemi i Partisë Demokratike, këtu është problemi i gjithë opozitës. Dhe të dëgjojnë një herë çfarë do populli. Populli do rinovim. Dhe nëse këta pretendojnë që këta janë rinovimi, që udhiqen nga një njeri që flet për 20 vite të ardhshëm, ndërkohë të gjithë bashkëkohësit e tij o janë në pension të thellë politik, ose kanë ndruar jetë,